Përshëndetje, shenja e kafores. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi 4 kupat, perandoresha, djalli në të kundërt dhe drejtësia. Ju po hyni në këtë javë me një ndjesi mërzie ose boshllëku të lehtë shpirtëror. 4 kupat tregon që diçka ju është ofruar, mund të ketë qenë një mundësi, mund të ketë qenë një ndjenjë, mund të ketë qenë një dorë e shtrirë, por ju nuk jeni plotësisht të hapur për ta parë. Mund të jeni lodhur emocionalisht ose të zhgënjur nga e kaluara, por brenda jush zgjohet perandoresha, energjia e vetvlerësimit, energjia e bollëkut emocional. Ju kujtoheni se meritoni më shumë, filloni të kujdeseni për veten, për trupin, për shpirtin. Kjo është gjithashtu karta e fertilitetit. Mund të ketë ndonjë fokus në pamje, ndoshta në kreativitet, në ndonjë projekt personal që ju rikthen ndjesinë e fuqisë. Djalli në të kundërt është çlirim. Ju po shkëputeni nga një varësi emocionale ose nga një mendim toksik, nga një lidhje që ju mbante të lidhur me frikë. Nuk është e lehtë, por është proces ndërgjegjësimi. Në fund, karta e drejtësisë. Drejtësia kërkon vendim të drejtë. Ju duhet të jeni të sinqertë me veten. Çfarë është e drejtë për ju, jo çfarë duan të tjerët. Kjo javë ju vendos përballë një zgjedhjeje që mund të jetë morale ose personale. Ku duhet të vendosni kufi? Kartat këshillojnë mos ta nënvlerësoni intuitën tuaj, sepse çdo herë që ndjeni se diçka ju shtëron energjinë, duhet të largoheni me dinjitet. Ju jeni në fazë pastrimi karmik. Kalojmë në familje. Në familje kemi 5 shpatat, karroca, 7 monedhat, 2 shkopinjt. Në familje ka tension të pashprehur, 5 shpatat flet për keq kuptime, fjalë që lëndojnë ose një situatë ku dikush kërkon të ketë të drejtë me çdo kusht. Por ju keni karrocën, që është kontrolli. Ju mund ta drejtoni situatën. Në vend që të reagoni emocionalisht, siç është natyra e gafores, këtë herë zgjidhni të jeni të fortë dhe të vendosur. 7 monedhat tregon se kjo situatë nuk është e re, është diçka që ka kohë që ndërtohet. Ju po vlerësoni investimin tuaj emocional në familje. Pra, apo jepni më shumë se ç'po merrni? Me 2 shkopinjt ju po mendoni për të ardhmen. Mund të mendoni për një ndryshim ambienti, për një plan të ri ose për një distancim të shëndetshëm. Kartat këshillojnë të mos luftoni për ego, luftoni për paqe. Nëse duhet të bëni një hap pas për të parë panoramën, bëjeni. Ju nuk mund të humbisni kur zgjidhni qetësinë. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi dielli, asi i shpatave, mbreti i shpatave dhe heremiti. Dielli sjell gëzim, qartësi, një ndjenjë çlirimi. Nëse jeni në një lidhje, ka një moment sinqeriteti që e pastron të gjithë atmosferën. Mund të ketë biseda pozitive. Asi i shpatave është e vërteta e prerë, dikush do të flasë hapur. Mund të jeni ju që doni të flisni me dikë hapur, ose mund të jetë dikush që do të flasë me ju hapur. Pra mund të jetë një rrëfim, një deklaratë ose një vendim i prerë. Mbreti i shpatave tregon një person racional që është i fortë nga ana psikologjike. Nëse jeni beqar, pra nëse jeni vetëm, beqare, mund të hyni në kontakt me dikë që duket inteligjent, por mund të jetë i ftohtë në dukje. Por mund
mund të jetë një person i drejtë, ndërsa nëse jeni në marrëdhënie, partneri kërkon komunikim të qartë, pra pa lojra emocionale. Më pas kemi eremitin. Pas ndriçimit ju tërhiqeni për reflektim. Kjo nuk është largim, por nevojë për të kuptuar thellë ndjenjat. Pra narrativa në dashuri flet për një zgjim. Ju nuk pranoni më gjysmë ndjenja, ju kërkoni dritë, jo hije, por një pjesë e juaja ende ka nevojë për kohë për të përtypur të vërtetën. Kartat këshillojnë që të flisni, edhe nëse zëri juaj dridhet. E vërteta do t'ju çlirojë. Nëse dikush nuk e përballon dot dritën tuaj, atëherë ai person ose ajo nuk është për ju. Kalojmë në punë. Në punë kemi faqen e shkopinjve, faqen e kupave, 2 monedhat dhe 7 shkopinjt. Në punë ka një energji të re, të freskët. Faqa e shkopinjve sjell ide, entuziazëm, mund t'jenë edhe flerte ose mesazhe flirtuese, mund të jetë një projekt i ri. Faqa e kupave shton kreativitetin dhe ndjeshmërinë, mund të merrni një propozim që ju emocionon. Por 2 monedhat tregon balancim, ju po mbani shumë gjëra njëkohësisht. Mund të ndiheni të shpërndar mes 2 përgjegjësive. 7 shkopinjt kërkon mbrojtje të pozicionit tuaj. Dikush mund të sfidojë aftësitë tuaja, por ju duhet të qëndroni fort, sepse ju e meritoni vendin tuaj. Kartat këshillojnë të mos e nënvlerësoni idenë që ju duket e vogël, sepse ajo ideja që juve mund t'ju duket e vogël, ajo mund të rritet. Prandaj është e nevojshme të vendosni kufi profesional, sepse jo çdo betejë ja vlen të luftohet. Kalojmë në Prism Oracle. Në Prism Oracle kemi determination, vendosmëri. Kjo kartë është vula e javës për ju. Kjo kartë flet që ju nuk jeni më në fazën e dyshimit, ju po kaloni nga ndjeshmëria tipike e gafores në një forcë të qetë të qëndrueshme. Pra kjo javë është për çlirim nga varësitë emocionale, me kartën e djallit në të kundërt, për marrjen e vendimeve të drejta, është për ndriçimin e së vërtetës në dashuri, për mbrojtjen e pozitës suaj në punë. Pra ju po rriteni dhe rritja nuk është gjithmonë e butë. Ndonjëherë, ose më saktë gjithmonë, ajo vjen në mënyrë të domosdoshme. Dhe në fund të javës duket se do të ndiheni më të lehtë, jo sepse gjithçka është perfekte, por sepse ju jeni më të qartë. Paçim.